Horoskopi ditor 20 shkurt 2026, Dashi, takimi i Saturnit dhe Neptunit në shenjën tënde sjell një periudhë shumë të fuqishme transformimi personal. Është momenti ideal për të punuar seriozisht mbi stilin e jetesës, mirëqenien fizike dhe emocionale, si edhe mbi planet që lidhen drejt për drejt me identitetin dhe drejtimin tënd në jetë. Brenda teje lind një motivim i fortë për të ndjekur një ëndër që prej kohësh e ke menduar, por tani ndihesh më gati ta kthesh në realitet. Njerëzit rreth teje fillojnë të shohin ndryshe. Mund të zbulojnë anë të reja të personalitetit tënd ose një forcë që ndoshta më parë nuk ishte aq e dukshme. Kjo është një kohë për përkushtim dhe disiplinë ndaj planeve personale. Sidomos atyre që lidhen me shëndetin dhe vetbesimin, sfidat nuk vijnë për të ndalur, por për të ndezur ambicien tënde. Çdo pengesë të shtyn të përmirësohesh dhe të gjesh një këndvështrim të ri ndaj problemeve. Mund të ndjesh edhe një zhgënjim të vogël fillestar, por ai shërben si pikënisje për rregullime të rëndësishme dhe për të ndërtuar diçka më të qëndrueshme, ajo që dikur të jepte siguri, qoftë mënyra si e shije veten apo struktura e jetës tënde. Mund të tregoj disa dobësi tani. Kjo nuk është humbje, por një ftesë për të rindërtuar baza më autentike dhe më të forta. Këshilla e momentit, ti je në rolin e drejtuesit të jetës tënde. Merr iniciativën dhe ndërto versionin e ri të vetes me guxim dhe vetdije. Demi, bashkimi i Saturnit dhe Neptunit sjell një energji më introspektive për ty sot. Detyrat rutinë mund të duken të lodhshme në fillim, por gradualisht kupton se disiplina është çelësi që i jep formë krijimtarisë dhe planeve të tua. Nuk është një ditë për rezultate të shpejta, por për punë të qetë dhe të qëndrueshme që ndërton diçka më të fortë në afat të gjatë. Kjo periudhë të shtyn drejt reflektimit të thellë, mënyra si ke mbyllur kapitujt të së kaluarës, vendimet që ke marrë dhe gjërat që ke lënë pas mund të rikthehen në mendje. Mund të ndjesh përkohësisht mungesë drejtimi ose kuptimi, por pikërisht kjo ndjesi të shtyn të bësh ndryshime të rëndësishme. Instinkti yt të orienton drejt prioriteteve reale, çështje personale, emocionale ose të lidhura me shëndetin kërkojnë vëmendje. Është moment i mirë për të marrë me probleme të vjetra që kanë mbetur pezull. Puna në heshtje, larg vëmendjes së të tjerëve, mund të sjellë rezultate më të mira se sa veprimet e dukshme. Duke reflektuar mbi të kaluarën, fillon të kuptosh më qartë mendimet dhe ndjenjat që të kanë shoqëruar kohët e fundit. Duke u fokusuar në zgjidhjen e çështjeve të pambyllura, ndihesh më i lehtësuar dhe më i fortë emocionalisht. Këshilla e momentit, qetësia dhe përkushtimi i vogël i përditshëm janë hapat që të çojnë drejt ndryshimeve më të mëdha. Binjakët, takimi i Saturnit dhe Neptunit aktivizon fushën e misive, projekteve dhe qëllimeve afatgjata, duke sjellë një dëshirë të fortë për të rregulluar dhe forcuar marrëdhëniet me njerëzit që ndajnë të njëjtin vizion me ty. Mund të ndjesh nevojën të marrësh më shumë përgjegjësi brenda një grupi ose të japësh diçka nga vetja për të ruajtur ekuilibrin dhe harmoninë. Bashkëpunimi rezulton i dobishëm dhe një mik apo një person i afërt mund të japë besimin e nevojshëm për të ndjekur ëndrat dhe synimet e tua. Edhe pse mund të lindin detyra të reja, ato të bëjnë të ndihesh i vlefshëm dhe i nevojshëm. Kënaqësia vjen kur kontribuon dhe sheh se përpjekjet e tua kanë ndikim real. Kjo është një periudhë investimi emocional, si në veten tënde, ashtu edhe në njerëzit e rëndësishëm për ty. Duke stabilizuar jetën sociale dhe duke zgjidhur çështje të mbetura pezull në misi apo projekte, rritet vetbesimi dhe ndjenja e qëllimit. Fillimet e reja mund të lindin edhe nga një zhgënjim i mëparshëm ndaj një ideali, projekti apo personi. Por kjo nuk është fundi i një ëndre, është momenti për ta rindërtuar atë mbi baza më reale dhe më të forta. Këshilla e momentit, forca jote rritet kur bashkohesh me njerëz që ndajnë vizionin tënd. Së bashku, ëndrat marrin formë më të qëndrueshme. Gaforia, takimi i Saturnit me Neptunin në majën e hartës tënde astrologjike sjell një moment shumë të rëndësishëm për drejtimin profesional dhe imazhin që krijon në botën e jashtme. Mund të dallohesh për përpjekjet, seriozitetin dhe kontributin tënd, ndërsa ndjen një shtysë të fortë për të marrë më shumë kontroll mbi përgjegjësitë dhe për të ndërtuar diçka të qëndrueshme në karrierë.
Kjo është një periudhë ku kërkon jo vetëm sukses, por edhe kuptim më të thellë në atë që bën. Mund të përqendrohesh në stabilizimin e punës, reputacionit apo planeve afatgjata, ndërsa zhvillon aftësi të reja që të çojnë drejt rritjes personale dhe profesionale. Megjithatë, dyshimet për drejtimin e jetës ose për një zgjedhje të bërë më parë mund të dalin në sipërfaqe. Këto ndjenja nuk janë pengesë, ato janë forca që të shtyjnë të ndryshosh, të rindërtosh dhe të riorganizosh planet e tua mbi baza më reale. Mund të fillosh të largosh iluzione apo pritshmëri romantike që kishe për një qëllim, një rrugë profesionale apo një figurë autoriteti. Ajo që ndërton tani ka potencial të jetë shumë më autentike dhe më kuptimplot. Këshilla e momentit. Suksesi i vërtet lind kur rruga që ndjek përputhet me të vërtetën tënde të brendshme. Luani, energjia e sotme të sfidon të shohësh jetën dhe të ardhmen me më shumë realizëm dhe pjekuri. Ndikimi i fuqishëm i Saturnit në fushën e besimeve dhe vizionit tënd nuk ka për qëllim të heqë shpresën, por ta rindërtojë atë mbi baza më të vërteta dhe më të qëndrueshme. Takimi i tij me Neptunin sjell një moment të thellë ndërgjegjësimi. Mund të kuptosh se disa ide, bindje apo ëndra që ke mbajtur prej kohësh nuk të përfaqësojnë më si dikur. Nuk është humbje, është një proces rritjeje. Po largohen iluzionet që të kanë penguar të ecësh përpara dhe të shprehesh në mënyrë autentike. Tani ndjen një vendosmëri më të madhe për të jetuar sipas vlerave të tua reale. Mund të lindë dëshira për të ndjekur një të vërtet personale, për të studiuar diçka më thellë ose për të ndryshuar drejtimin e mendimit dhe filozofisë së jetës, aty ku në të kaluarën mund të mos kishe qenë plotësisht i sinqert me veten. Tani shfaqet nevoja për të korrigjuar rrugën. Në të njëjtën kohë, zhvillimi i aftësive të reja të jep forcë dhe vetbesim më të madh. Këshilla e momentit. Kur bindjet ndryshojnë, nuk humbet identiteti, përkundrazi, ai bëhet më i vërtetë dhe më i fortë. Birgjëresha, kjo periudhë të gjen të përqendruar thellësisht në kërkim, analizë dhe zgjidhjen e një problemi që kërkon përkushtim të vërtetë. Me disiplinë dhe durim mund të arrish përparime të rëndësishme, sepse tani e kupton më qartë se forca jote vjen nga ndjenja e përgjegjësisë dhe serioziteti ndaj jetës. Takimi i Saturnit me Neptunin aktivizon një zonë shumë të thellë emocionale dhe praktike, duke të shtyrë drejt ndryshimeve pozitive në stilin e jetesës. Mund të krijosh një lidhje të fortë, një bashkëpunim të rëndësishëm ose një angazhim që ka ndikim afatgjat në jetën tënde. Mësime të vlefshme lidhen me besimin, mbështetjen dhe intimitetin. Nëse ka pasur zhgënjime në këto fusha, ato shërbejnë si shtys për të rindërtuar baza më të shëndetshme dhe më reale. Është gjithashtu moment i rëndësishëm për të rregulluar çështjet financiare, për të shlyer detyrime ose për të përballur me gjëra që ndoshta i ke shmangur më parë. Vendimet që merr tani kanë potencial të ndikojnë pozitivisht në stabilitetin tënd të ardhshëm. Këshilla e momentit. Përballja me realitetin nuk të dobëson, ajo të jep kontrollin për të ndërtuar siguri të vërtetë. Peshorja, në këtë periudhë, dëshira për një lidhje të sinqertë dhe afatgjat bëhet shumë e fortë. Bashkimi i Saturnit me Neptunin në shenjën përballë teje sjell prova dhe përgjegjësi në marrëdhënie, duke të shtyrë të kuptosh se lidhjet e vërteta kërkojnë jo vetëm ndjenja, por edhe përkushtim dhe pjekuri. Mund të ndjesh një detyrim ndaj një partneri ose një miku që herë duket i rëndë, por në të njëjtën kohë krijon një ndjenjë lidhjeje më të thellë. Përmes këtyre përgjegjësive rritesh emocionalisht dhe mëson të ndërtosh marrëdhënie më të qëndrueshme. Është një kohë e favorshme për bashkëpunime të rëndësishme ose për të punuar së bashku drejt një qëllimi të përbashkët. Para se të angazhohesh plotësisht, kërkon prova reale, mbështetje konkrete, stabilitet dhe sinqeritet. Kjo periudhë të ndihmon të rindërtosh mënyrën si ishe marrëdhëniet dhe ëndrat romantike, duke i kthyer ato nga idealet të paqarta në plane të realizueshme dhe të prekshme. Këshilla e momentit. Dashuria dhe partneriteti forcohen kur ëndra dhe realiteti ecin krah për krah. Akrepi, bashkimi i Saturnit me Neptunin sjell një periudhë ku ëndrat fillojnë të marrin formë reale, por vetëm përmes përkushtimit dhe ristrukturimit.
Është një moment i fuqishëm për punë serioze dhe për t'i kushtuar më shumë vëmendje shëndetit, rutinës dhe përgjegjësive të përditshme. Tani je më i vendosur të përmirësosh mënyrën si organizon jetën dhe energjinë tënde. Përkushtimi ndaj detyrave dhe dëshira për të zotëruar një aftësi të re bëhen më të forta. Realiteti, edhe kur sjell zhgënjim të vogël, të ndihmon të marrësh vendime më të mençura dhe të vendosësh pritshmëri më të balancuara, me një vizion më të qartë për atë që dëshiron të arrish. Puna, shëndeti dhe zakonet e përditshme fillojnë të ndihen më kuptimplot. Mund të gjesh kënaqësi duke krijuar stabilitet në rutinë dhe duke ndërtuar baza më të forta për të ardhmen. Kjo është gjithashtu një kohë për të rishikuar angazhimet dhe zakonet. Nëse ke toleruar sjellje që kanë ndikuar negativisht në vetbesim apo mirëqenie, tani lind nevoja për një plan të ri, për të rindërtuar veten nga brenda. Këshilla e momentit. Ndryshimet e vogla të përditshme janë ato që ndërtojnë transformimet më të mëdha. Shigjetari, takimi i Saturnit me Neptunin aktivizon fushën e krijimtarisë, romancës, argëtimit dhe shprehjes personale, duke sjellë një periudhë ristrukturimi në mënyrën si gjen kënaqësi dhe frymëzim në jetë. Tani kupton se talenti dhe pasioni kanë nevojë për disiplinë që të japin rezultate reale. Mund të ndjesh nevojën të marrësh më seriozisht një hobi, një projekt kreativ apo edhe një marrëdhënie romantike. Një person ose një lidhje mund të frymëzojë të përmirësosh jetën dhe të investosh më shumë energji në atë që të bën të ndihesh i gjallë. Kjo është një kohë kur mund të dallohesh në një fushë krijuese, por suksesi vjen përmes përkushtimit dhe punës së vazhdueshme. Sa më shumë disiplinë të vendosësh, aq më shumë rritet vetbesimi dhe respekti që të tjerët kanë për ty. Një proces i rëndësishëm ndodh edhe brenda teje. Iluzionet romantike ose pritshmëritë e bukura, por jo reale, fillojnë të bien. Po largohesh nga sipërfaqësoria dhe po kërkon përvoja më të sinqerta dhe më kuptimplota. Këshilla e momentit. Kur pasioni bashkohet me përkushtimin, krijimtaria jote bëhet forcë që ndryshon realitetin. Britsjapi, kjo periudhë mund të sjellë një ndjenjë zhgënjimi në jetën personale ose në çështje që lidhen me shtëpinë dhe familjen, por në thelb ajo shërben si një zgjim i rëndësishëm drejt një fillimi të ri. Takimi i Saturnit me Neptunin në sektorin e jetës private të kërkon më shumë disiplinë dhe përgjegjësi në ambientin familjar, por përmbushja e këtyre detyrimeve të jep një ndjenjë stabiliteti dhe qetësie. Tani ke mundësinë të gjesh ekuilibrin mes pushimit dhe krijimit të një hapësire më funksionale dhe të rregullt në jetën tënde të përditshme. Është moment shumë i favorshëm për të përballur me probleme apo projekte që i ke shtyrë prej kohësh. Gjetja e një metode praktike për t'i menaxhuar ato të jep ndjesinë e kontrollit dhe forcës personale. Zvarritja e gjërave mund të lodh emocionalisht, ndërsa përballja direkte me përgjegjësi rrit vetbesimin dhe respektin ndaj vetes. Në të njëjtën kohë, ndjen nevojën që çdo përpjekje të ketë kuptim më të thellë, jo vetëm rregull, por edhe ndjenjë sigurie dhe përkatësie, nëse ekzistojnë çarje në bazat e jetës tënde personale. Kjo është një kohë e fuqishme për t'i pranuar dhe për t'i riparuar. Por i ndërton besimin dhe sistemin tënd të mbështetjes mbi themele më reale dhe më të forta. Këshilla e momentit. Stabiliteti i jashtëm fillon gjithmonë nga paqja që ndërton brenda shtëpisë dhe zemrës tënde. Ujori, transiti i sotëm i Saturnit dhe Neptunit të fton të thjeshtësosh jetën dhe të përdorësh vetë disiplinën, ndërsa njëkohësisht kujdesesh për nevojën për kuptim dhe magji personale. Mendimet dhe idetë tua janë një kombinim i praktikës dhe imagjinatës, dhe kjo i jep mundësi që të ndihmosh të tjerët me këshilla të dobishme ose udhëzime konstruktive. Është një kohë e mirë për të vënë në lëvizje një ëndër ose një projekt personal, si dhe për të përmirësuar komunikimin dhe lidhjet që të mbështesin në punën ose studimet e tua. Aftësitë që zhvillon tani mund të shërbejnë jo vetëm sot, por edhe në të ardhmen. Disa fillime të reja mund të lindin pas zhgënjimeve të vogla, në lidhje me studime, interesa personale, lajme të papritura, udhëtime ose mënyrën si lidhesh me të tjerët. Por pikërisht këto zhgënjime krijojnë hapësirën për të rindërtuar sisteme më të qëndrueshme dhe më autentike, duke reflektuar pjekurinë dhe përparimin tënd personal. Këshilla e momentit, përmes disiplinës dhe qartësisë,
ëndrat e tua mund të kthehen në realitet më të forta dhe më të qëndrueshme se kurrë. Peshqit sot mund të shfaqen disa pengesa që duket se të ngadalsojnë, por në të vërtetë mund të shërbejnë si katalizator për një kuptim më të thellë dhe ndjenja lirimi. Mund të dyshosh tek perceptimi yt për një problem të vjetër ose një ngjarje të së kaluarës. Kujdes me fjalët që thuash, edhe me qëllime të mira, ato mund të keqkuptohen dhe të lëndojnë. Qëndro i sinqert dhe i hapur në marrëdhëniet e tua. Nëse ndihesh larg së vërtetës tënde personale, mos e ngut momentin për të ndarë ndjenjat me të tjerët. Me kalimin e ditës, do të jetë koha e duhur për introspeksion, për të parë brenda vetes dhe për të kuptuar më mirë motivet dhe dëshirat e tua. Nëse po punon në një projekt ose biznes, përqendrohu më shumë tek aspektet kreative se sa tek numrat dhe të dhënat. Sot është një ditë kur aftësia jote për të tërhequr rreth vetes rrethana pozitive është e fuqishme. Këshilla e ditës: beso intuitën tënde dhe lejo që frymëzimet të të udhëheqin. Shpesh rezultatet më të mira nuk vijnë nga logjika, por nga kreativiteti dhe ndjenja e brendshme.